Mirëmbrëma shikues të nderuar, mirë se po takohemi me emisionin Fakt në vazhdën e kandidatëve për kryetar të komunave. Kësaj radhe kemi të ftuar kandidatin e lëvizjes vetëvendosje për kryetar të komunës së Vushtrrisë, zotëri Gjemail Pllana. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se kemi qetë. Po, zotëri Pllana, fillimisht mund të na thoni se cila është arsyeja më e madhe për të cilën qytetarët e Vushtrrisë duhet t'ua besojnë votën juve? Po mendoj se arsyeja më e madhe është përvoja ime, sepse unë që nga vitet 75, dhe më thonë vitet 70, kam qenë organizuar, dhe më thonë lëvizjen nacionale shqiptare për shlerimin e trojës shqiptare dhe bashkimin e tyre me Shqipërinë, dhe si tillë jam burgos në vitin 1981, me që rast edhe jam suspenduar puna në arsim. Gjithashtu në vitin 1989, në rastin e suprimimit të autonomisë së Kosovës, unë prapë jam burgos me grupin e intelektualëve që kanë qenë 200 diçka. Edhe kemi përjetuar torturat më mizore nga regjimi Miloševićit në burgjet e Leskovës, Zaječarit dhe Mitrovicës. Pastaj arsyeja tjetër është se unë kam një përvojë të gjatë në arsim, në vitet 90 kryesisht kam punuar, atëherë kur është punuar pa parë në shkollat, shtëpia, kur është tru kushtrimi i luftës për shlirimin e Kosovës, unë kam qenë ushtari i Ushtrisë Lindore të Kosovës. Edhe kam si luftës, jam zgjedhur si drejtori i drejtorisë për administrim civil. Pas luftës, domethënë, që nga viti 99 qershor 99, domethënë, nga shtabi i përgjithshëm jam emëruar si kryetari i parë i komunës së Ushtrisë. Domethënë, unë jam themeluesi i administratës së Ushtrisë, kushte rrethana të jashtëzakonshme, kur popullit i ka munguar gjithçka, i ka munguar strehimi, ushqimi dhe shmbathja, i kanë munguar familjarë, domethënë më dashurit e tyre, edhe kemi arritur që t'i sanojmë të gjitha, ta kalojmë emergjencën, bile njëjtin vit ne kemi arritur edhe me fillu vitin shkollor mbar, domethënë, ka filluar viti shkollor në Ushtri me kohë. Janë këto disa nga arsyet, pastaj e kam përvojën menaxhuese si kryetari i komunës, po dhe jam delegat i gjitha mandateve të pas luftës në Asamblenë Komunale të Vushtrrisë. Pastaj kam punuar si zyrtar i politika turistike, ku punoj edhe sot në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Pra kam një përvojë edhe një angazhim, po janë edhe disa arsye tjera se megjithëse unë kam punuar dhe kam pas mundësi që të veproj siç kanë vepruar shumë tjerë, të pasurohem, unë jetoj si gjithë qytetarët e Vushtrrisë, domethënë. E kam një shtëpi, një vetur, tresh. Arsye tjetër është se me mua kryetar komune do të ndërprehet keq qeverisja, keq menaxhimi, korrupsioni, familjarizmi. Domethënë, këto janë disa arsye që unë i garantoj qytetarët e Vushtrrisë se do të ndodhin. Edhe i siguroj që paraja tyre, buxheti i komunës Vushtrrisë do të jetë i sigurt, pra do të ndodhë sigurt, nuk do të guxoj kërkush që ta kaq përdor atë. Pra buxheti i komunës, paratë e taksa paguesve do të jenë në shërbim të qytetarëve edhe të projekteve prioritare me cilat ballafaqohet qytetari i Vushtrrisë. Po, ne përmendët që jeni themeluesi i administratës në Vushtri, pastaj edhe kryetar komune keni qenë, nëse s'gabojmë menjëherë pas luftës në periudhën. Mund të na thoni cila është arsyeja që ju shtyen që edhe një herë ta provoni postin e të parit të komunës? Pak a shumë në thashë e kam përvojën, po ato shkaqet kryesore që më kanë shtyr është me të vërtetë duke e parë një mënyrë të keq qeverisjes, keq menaxhimi, dëshpërimin e qytetarëve, kam pasur sugjerime edhe nga ish shok të burgjeve, nga qytetarë të thjeshtë, nga fshatarë të thjeshtë, edhe ti na ke mbetë, edhe ty dojmë të provu, ti duhet provosh, po esenciale edhe vendimtare ka qenë se ne në lëvizjen vetëvendosje kemi zbatuar demokracinë e brendshme, kemi bë gara, kemi qenë 2 kandidatë, cilët kemi bë gara dhe
aktivistët më ka dhënë votin mu, ka marrë vota më shumë. Dhe kjo ka qenë vendimtar që unë konkuroj të hyj në gara. Po, kanë kaluar disa vite, dhe më thënë që nga kur keni qenë kryetar. Është tani momenti i duhur që jeni kandiduar për kryetar të komunës për sëri, apo është dashur më herët ta ndërmerrni këtë hap? Po tash, si thot populli, tani ka qenë kismeti. Unë kam kalu në për disa faza, cilat nuk më kanë leju që kandidoj, sepse të ne kanë sundu klanet, mentaliteti klaneve dhe kanë ardhën në shprehje njerëzit profiterët, cilët moto e kanë zhvatjen, edhe shfrytëzimin e parasit qytetarëve, edhe të biznese, prandaj më të vërtetë është ngulfat, zhvillimi, nuk ka investime, sepse aty ku ka njerëz të korruptuar në pushtet, edhe investitori nuk ka siguri. Po nuk kanë siguri edhe bashkëtarët tonë, margata jonë, e cila ka dhënë mund të jashtëzakonshëm për mbijetesën tonë, domethënë, për shlirimin tonë, edhe sot nuk ka siguri, nuk ju ka ngrihu kusht as siguri për me investu as ata. Pra janë ndonjë elementare të cilat me të vërtetë më kanë shtimu mu sfidu. Po, pse pikërisht ju jeni bashkuar lëvizjes vetëvendosje? Unë ju kam bashku lëvizjes vetëvendosje nga se në base se kemi thamë fillim, se unë kam qenë themeluesi i Partisë Demokratike të Degës në Moshtre. Mirë po, aty në mënyrë mafioze mu ka bo një komplot dhe jam eliminu nga kreu, pikërisht nga këtu arsye se në cilin vit ka ndodhur kjo? Ka ndodhur në mandatin e dytë, më thonë në 2004-2005. Kanë qenë këtu arsye që i thash, më thonë, se unë nuk kam qenë një i korruptuar, edhe nuk kam qenë një njeri servel, kam ditë të kundërshtoj edhe kryetarin e partisë, edhe kryeministrin, edhe kryetarin e qeverisë komunale, se janë bërë abuzime, sidomos janë bërë abuzime me sistemimin e kuadrave. Më thonë ka arë shprehje mediokriteti, militantizmi partijak, janë bërë dome të jashtëzakonshme, sidomos në dëmtimin, degradimin dhe shkatrimin e toka pjellore, cilat vështëria është shumë e begatshme. Më thonë asnjë shtet në botë nuk do të lejonte që të veprohet kështu me tokën pjellore, cila një hektar i tokës pjellore të vështrisë jep 60 tonelata, është një potencial, një mundësi e jashtëzakonshme për punësimin edhe perspektivën e të rive tonë. Aktualisht bujqësia është potenciali më i madh. Pra këto kanë qenë disa nga arsyet për cilat unë i kam shkruar atëherë edhe kryetarit të partisë, edhe kryesisë, edhe këshillit drejtues, edhe kryeministrit që lufta armatosur ka mbaruar, po lufta për ndërtimin e Kosovës duhet me vazhdu, po me këtë qasje, me këtë mënyrë, të më thonë, degraduese, me këtë qasje të interesave glabruse, të më thonë, sikur themelet e Kosovës dëshin me hangre ende pa u kriju shteti i Kosovës. Unë kam fëmijët e mi, unë kam luftu edhe në legale, këto ideale i kemi pas që kur çlirohet Kosova, mi ofru mundësi pune, perspektive popullet, e jo me u pasuru një grosht njerëzish. Nuk do të kishte kur farë kuptimi nëse unë kam luftue për liri dhe kur çlirohet populli, unë ta shfrytëzoj atë, domethënë ta korruptoj kështu me radhë. Është një seleksionim tepër negativ i kuadrave në gjithë administratën, se kam pas rastin me po edhe në komunë, po edhe në nivellet më të larta. Mendoj që kjo mënyrë e seleksionimit të kuadrave, jo profesioniste, po sipas militantizmit, kur nuk ka me qu Kosovën drejt Evropës ose drejt zhvillimit, drejt hapjes perspektives për punë, për rini, po, dhe, do të thënë arsyeja pse vetëvendosjes, pse jo me një parti tjetër? Unë e kam gjetë aty programin, realisht, kur kam qenë PDK, edhe ata nuk e kanë pas programin, dhe me thonë të keqë mirë, po ata kanë deviju nga programin, se programi i Partisë Demokratike nuk ka thonë mu korruptu njerëzit, nuk ka thonë mi selekcionu njerëzit sipas
partishmërisë ose pjesë militantizmit partijak. Unë e kam rënë kundërshtim pikërisht për këto arsye. Më thonë edhe të vetëvendosja e kam gjetë programin, edhe kam gjetë motivin, po një gjë duhet ta keni të sigurt ju edhe gjithë qytetarët e ushtrisë se unë as jam bërë kur robi i partive politike, gjithmonë kam qenë robi i idealit kombëtar. Kushdo që do të devijoj nga programi ideali kombëtar, zhvillimi e perspektive e Kosovës, unë nuk do t'jem me ta. Po, i përmendët gjitha ato në Partinë Demokratike, arsyen tuaj të largimit nga aty, dhe themi në një farë mënyrë kjo ka vazhduar edhe më tutje deri në ditët e sotme, domethënë qeverisja në atë mënyrë çfarë është bërë që ju e përmendët nuk ka qenë në rregull, dhe cili është programi juaj që domethënë të ndrohet kjo mënyrë e qeverisjes? Programi jonë është ndryshimi i kësaj gjendje, domethënë. Edhe i kemi 2 shtylla në programin tonë, pa cilat nuk do të kishte kuptim, as nuk do të mund zbatohej asnjë program. E para është, domethënë, ndryshimi ose ndrrimi i këtij mentalitetit të shëmtuar të qeverisjes, domethënë të këtë qeverisjes, ku moto e qeveritarëve është korrupsioni, është hajnia, shfrytëzimi i qytetarëve të vetë, shfrytëzimi dhe pengimi i prosperitetit të bizneseve, domethënë. Kjo do të jetë arsyeja e parë, prandaj ne i premtojmë qytetarit ushtrisë se do ta krijojmë një administratë me të vërtetë sipas kritereve profesionale, e cila do të jetë e aftë, edhe do të jetë e përgjeshme, edhe do të jap llogari për punët e bëra dhe të pabëra. Prandaj, unë i siguroj qytetarët e komunës së ushtrisë se paraja e tyre, taksat e tyre do të shkojnë në shërbim të zhvillimit, të rritjes së mirëqenies së standardit të qytetarëve të ushtrisë. Prandaj, besoj që edhe ata kanë arsyen pse do të më votojnë. Pika e dytë e programit tonë është zhvillimi. Domethënë ishte ndryshimi, tash është zhvillimi ekonomik. Tash te zhvillimi ekonomik, sipas ekspertëve të qendrës sonë të lëvizjes vendosje, kemi ardhur në përfundim se bujqësia është aktualisht është mundësia, është potenciali më i madh, më i mundshëm për shtimin e vendeve të punës, si në sasi ashtu edhe në cilësi, sepse siç e thash para, ushtria është shumë e pasur me toka edhe aluviale në dy anët e lumit Sitnica, po edhe viset kodrinore, malore janë toka që prodhojnë me mundësi të mëdha për reshtari, perimtari. Po, më falni, mendoni që nuk është shfrytzuar sa duhet kjo pasuri që absolutisht nuk është shfrytzuar, absolutisht nuk është shfrytzuar. Edhe i kemi mundësitë, si thashë kemi lumin Sitnica, po edhe kemi deri dikun të instaluar edhe kanalizimin, sistemin e ujitjes, domethënë i Berlepen që ka qenë, domethënë janë mundësi shumë të mëdha për zhvillimin e bujqësisë, po edhe kemi projekt në kuadër të bujqësisë me bënë një projekt të kanalizimit, të shtrirjes kanalizimit drejt fermerëve, domethënë, edhe parashojmë që në vitin 2016 nuk do të ketë problem për fermerët, për ujitjet, edhe për biznesin e tyre. Prandaj kemi vendosur lëvizje që të 10 fishojmë investimet edhe subvencionimet në bujqësi. Qeveria aktuale ka ndarë 1% të buxhetit, pra ne do të 10 fishojmë edhe gjatë mandatit gradualisht do të arrisim 3.600.000 kemi planifikuar që të kemi investime në bujqësi. Në vitin e parë do të investohen 500.000, në vitin e dytë 800.000, në vitin e tretë mandatit 1 milion, edhe në vitin e katërt mandatit do të investohen si subvencione në bujqësi 1.300.000. Si do të sigurohen këto? Po, buxheti i komunës
Është i mjaftueshëm? Është i mjaftueshëm, domethënë edhe ato që vijnë nga grantet e qeverisë. Po edhe do të shfrytëzojmë, domethënë edhe pasurinë e qytetarëve, domethënë kapitalin e qytetarëve, edhe brenda dhe jashtë. Se kanë kapital qytetarët, po aktualisht duke mos pas një trup këshillëdhënëse, ju i shihni që gjithë buxheti i tyre shkon ndërtimin e shtëpive shumëkohëse, banesave, domethënë nuk investohet në prodhim ku do të përfitonin ata dhe do të kishin punësim. Vetëm kjo mënyrë e qasjes mundet me kriju perspektivë për punë, për ndryshe banisat, bloqet nuk hahen, vetëm asfaltet. Asfaltet janë të mira shumë, mirë po ato krijen kushte, po nëse ne nuk krijojmë kushte të favorshme për investitor, edhe nuk i shfrytëzojmë racionalisht kapitalin tonë, bizneseve tona, brenda dhe jashtë, nga diaspora, domethënë, nuk mund të ecim. Po, hapja e vendeve punës e përmendët, është menduar të bëhet kryesisht me sa kuptohen në sektorin e bujqësisë? Fillimisht, tash, aktualisht këto e kemi mundësinë e kemi më të madhe, sepse e kemi këtë kapital. Edhe gradualisht do të shkojmë ka zhvillimi i industrisë lehtë dhe përpunuesit këtyre. Përndryshe, siç është Kosova dhe Vushtria ka potenciale edhe në toksore dhe mbi toksore. Sigurisht i takon të ardhmës, domethënë që këto pasuritë shfrytëzohen. Po, si është gjendja ekonomike, pasi që veç i përmendëm disa raste, por një gjendje përgjithshme, si qëndron në qytetin e Vushtrisë, si e shihni ju? Po fat të keq ashtu siç kemi menduar, domethënë me mbarimin e luftës nuk janë ato. Nuk janë realizuar, domethënë ka një papunësi të njerëzakonisht më, ka një pa perspektivë të rive, është tendenca që prapë në Kosovën e lirë, 3 tanë të shkolluar, të arsimuar, të alshojnë Kosovën, e shoh një dëshirë që të ikin për i Kosovës. Sigurisht e keni pa dhe ju, që janë mbush kampet hungarese dhe vendeve tjera, domethënë kjo është më të vërtetë është e tmerrshme kur ne kemi luftuar, kemi bërë sakrifica të jashtëzakonshme si popull dhe si ushtri, edhe i kemi pasurinë, i kemi mundësitë për me zhvillu edhe me shfrytëzu këto kuadra, na i shfrytëzojnë të tjerët, na i shfrytëzojnë perëndimin, domethënë. Nuk ka punë mjaftueshme. Po, ku është themi arsyeja? Qeverisja aktuale? Unë thash fillimisht, ajo që më ka shtyë është këtë qeverisja, edhe është instalu një mënyrë selekcionimit kuadrove sipas partishmërisë, domethënë, edhe aty ka korrupsione, ka familjarizëm, ka nepotizëm, kudo ato ishe, edhe në konkurset për arsimtar, edhe në konkurset në administratë, edhe në shëndetësi, domethënë aty ku s'ka të ngjofshëm, nuk ka punë, e çka të bëjnë rinia që s'ka të ngjofshëm. A kemi luftuar na për çata rinimi ha perspektiva, ato janë energjitë. Rinia është forca motorike e cila e çon një shoqëri drejt zhvillimit e drejt perspektivës. Nëse ato e ngulfat, edhe nëse ti vendos drejtar, zyrtar sipas përkatësisë partijake, ndan bursa në atë mënyrë, është e pamundur. Po, në rast të qeverisjes suaj, dje që në lëvizjeve të vendosje, shumica e aktivistëve të themi janë të rinj, nuk do ju jepet përparësi fillimisht aktivistëve, apo si do qëndroj puna? Absolutisht, këto është një pyetje shumë e mirë që më vënë, se unë thasha paraprakisht që kam qenë i emëruar si kryetari i qeverisë përkohshme, edhe po të dilni në terren, sigurisht mund të gjeni. Edhe këtë që e pyetni, unë nuk kam shiku çfarë partiji i përket një kuadër. Nëse ka qenë kuadër profesionist që ka pas background, që ka pas aftësi, unë e kam afruar në qeveri. Janë njerëzit e gjallë që kanë qenë ndërkryesuar, që kanë qenë në administratën time. Domethënë, te unë do të jetë strikt kriteri profesional edhe kombëtar, njerëz të pa korruptuar, domethënë, aty ku ka cilësi, ata kanë me udhëheq. E jo përkatësia partijake. Nuk do të vinë shprehje vetëm
antarët ose aktivitetet vendosis. Absolutikisht të ju garantoj sigurisht që nëse bëhem keni me provu. Po me që i përmendët profesionalizmin e gjitha ato që mund të vjojnë me zotësi punës në krye, keni ju njerëz të tillë në lëvizjen vetëvendosje? Çfarë janë kuadrot përgjithsisht përgatitja e tyre profesionale? Kryesisht është listash me kandidatëri, është mosha 35 vjeçare, po kemi njerëz të kualifikuar të gjitha profileve, domethënë. Po mund t'ju them edhe një që s'ja kam thonë kërkuj, se tash për me kandidu për asamblejist, ka pas individ që për shkaqe ekonomike nuk kanë mujë, domethënë, se jo është dashmi në alë rroga 2-3 muj, ose edhe me lëshu punën krejt, pra s'do të thotë që ne krejt kandidat, domethënë, me cilësi profesionale, akademike, kemi mujtë me shtin listë, po ata janë kapitali union, domethënë kuadrat tona të cilat kemi me i kyç. Po e përsëris prapë, nuk do të kufizohem vetëm te potenciali i kuadrave në lëvizjen vetëvendosje, po nga gjitha subjektet, ata që janë dëshmu që s'janë të korruptum, po kanë cilësi profesionale, edhe kombëtare, ata kanë me qenë në krye të departamenteve. Qeverisë jo do ta krijojë. Kur jemi tek profesionalizmi, tek arritjet, pa gjitha këto, domethënë nuk mund të mbriheshim pa një arsim të mirë. Si qëndron ky segment në komunën e Vushtrisë? Vushtria gjithë ka dhënë kuadrat mira, domethënë, që kanë qenë potencial edhe në universitete, domethënë, janë dëshmu edhe me aftësitë e tyre, me talentin e tyre, nga Vushtria kanë dalë mira kuadra, domethënë, të profileve të ndryshme. Aktualisht, me thënë drejtën, nuk jam i kënaqur se vetë kam punu në gjimnazin e Vushtrisë. Kjo mënyra e këtij seleksionimit negativ të kuadrave ka ndiku që të ketë ndikim partishmëria, drejtorët bëhen, domethënë, sipas përkatësisë partijake, edhe kjo nuk bjen deri te kuadrat cilësore në udhëheqje. Edhe unë me që tash kam qenë delegat i gjitha mandateve, shoh selimet jashtëzakonshme edhe te rezultatet e gjysmëvjetori, i parë, i dyti. Për shembull, vitin e kaluar ka pas shkollë që dikon 24% e ka pas kalueshmërinë. Këtë vit kalon mbi 74% është kalueshmëria. Domethënë dikon mbi 94%, domethënë janë improvizime ne sikur po e mashtrojmë vetveten. Unë, kur kam punu në SIM, jo kam thënë zonësave për një shkruajnë musë mëdhimet me thënë zonësin. Po unë jam dashamiri, më i mirë në zonësin, sikur prindi që është për fëmijën. Po nuk kanë shku as Amerikanët, as Japonezët, as Gjermanët, as Anglezët, atë ku janë shku të hyjet, duke falsifikuar, duke dhënë diploma falso, duke dhënë nota falso, duke magjistruar falso, duke doktoruar falso. Neve na duhet tash më shumë se kur cilësia, profesionizmi, aftësia, shlërimi e energjive të rive tonë. Për ndryshe ne kemi me rrejt vetveten, kemi mashtru vetveten edhe s'kemi pas zhvillim as perspektivë. Prandaj jam i vendosur edhe jam komugullës, siç kam qenë gjithmonë. Edhe këto kanë qenë arsyet më të mëdha të jeni sigur që jam eliminu edhe nga Partia Demokratike, edhe nuk më kanë lënë mbi zyrtar më bo që 10 vjetë. Po kanë qenë arsyet. Po në arsim, me që përmendëm gjitha ato mangësi, gjitha ato lëshime që po bëhen, si keni menduar ju që t'ju vini në stop, themi? Në thash, kjo ishte arsye kryesore që do të vendos kuadra tafta, profesionale. Ajo është kryesore, domethënë, dhe do të ndalet familjarizmi, nepotizmi, edhe do të shkojnë, do të ka cilësia e arsimit, sigurisht kuadrat e mira sjellin edhe punë, edhe angazhim, edhe cilësi edukative arsimore. Po, mendoni që faji për këtë gjendje është vetëm te kuadrat? Flasim pak edhe për nxënësin, për rinin, si e shihni ju sa është në rrugë të duhur? Po, siç është prindi për fëmijën edhe arsimtari është për nxënësin.
derisa na I vendosim drejtorët sipas përkatësisë partijake edhe militante, ata mund të mos jenë të aftë, mund të mos jenë profesionist. Edhe kur është drejtori I tillë nuk zbaton kritere profesionale edhe në konkurse. Unë kam x raste, ki për shembull në komunën e Vushtrisë mbi 54 në shkollat e mesme të Vushtrisë mbi 54 janë pa kalifikuar janë, domethënë, ty ka shprehje nepotizmi, familjarizmi dhe prandaj edhe rezultatet kanë me mungu gjithnjë, sepse nuk është që nuk ka ushtria kuadra. Di raste që ju ka siguru vende nga vende punë në arsim kuadrave që s'kanë qenë hiç komunës tonë, ndërsa njerëzit tonë profesionistë kanë bërë edhe bërë në rrugë. Më thonë, e kemi sot për shembull drejtorin e arsimit ku sot e kësaj dite, me gjithë vërejtjet tona, 5-6 shkolla janë ende të paemëruara. Po, tek emërimi I shkollave, pikërisht doja pak të ndalesha. Çfarë mendon për shikuesit tanë, mund të na sqaroni pak më tepër se ku janë këtu vërejtjet tuaja? Po vërejtjet e mia janë ato që I thash, kur vendos skuadra, jo profesioniste, po tek emërimi I shkollave, që s'kan nivel kombëtar, më thonë neglizhon shkolla mos pajtimi, jo një 4-5 janë. Do më thonë, aty kanë mos pajtime, më thonë se kush cilit dvetit, njëri dveti pra që ka familjar ose diçka tjetër me avendos emrin. Po, ajo që ka qenë mas skandaloze, ka qenë kur një shkollës teknike I heqet emri I akademikut, Latif Berisha, dhe më thonë që ka qenë njëri dëshmuar, I arsimit edhe kombëtarisht, edhe vendoset emri një dëshmorit të shpallur si I pa qenë, s'ka qenë dëshmor, më thonë, ka qenë lloj një drejtorit postës edhe brenda natës u shpall dëshmor, u varros te varrezat e dëshmorëve dhe kjo dëshmon që edhe ata që thirrën luftë, thirrën si krah I luftës, domethënë me këtë mënyrë qasjes kanë shkel mbi vlerat e luftës për cilën kanë luftuar. Domethënë kjo është skandaloze diçka, prandaj këto janë s'kan ku të qojnë edhe kon kjo mënyrë kjo qasje e seleksionimit të kuadrave që nga drejtorët. Nuk them që arsimtarët janë ka arsimtarë jashtëzakonisht mirë, është arsimtarë, po. Domethënë duhet një mënyrë tjetër, një qasje tjetër me u përkushtu seleksionimit të kuadrave. Po. Në anën tjetër është një shkollë që është në një vend ku shkakton rrezik edhe për nxënësit, por edhe themi ngarkesë në komunikacion është afër spitalit. Dhe si mendoni, a do të ishte mundur të bëjë një zgjidhje tjetër që të mos jetë, a është vendi I duhur aty ku gjendet momentalisht? Vendi I duhur nuk është as pak, se është ajo siç thatë ju, se është rrezikshmëria është potenciale, se është qarkullimi I jashtëzakonshëm I automjeteve. Domethënë, po edhe më kaq më keq është që është ajo shkollë edhe kur ndërtu aty është vërejtë edhe ai korrupsioni, se është unë kam informata dhe kam qenë që domethënë nuk o bëj izolimi akustik edhe ndëgjohet nga klasa në klasë dhe ka pengesa në zhvillimin e procesit edukativ dhe arsimor. Po, pse është vendosur që të ndërtohet në atë vend pikërisht? Kjo ka qenë politika e gabuar e qeverisë komunale. Unë për këto kam dhënë vërejtjet me kohë se kanë leju të tërsimin e pronave të komunës, domethënë për shkaqe përfitimeve të individëve të caktuar. Për fatkeq aty ka dhënë kontribut edhe kryetari aktual. Unë kanë qenë jashtëzakonisht I zënshëm, sepse afër stacionit të ri të autobusa, afër kooperative si kemi pas disa parcela të mëdha, ku kena mujt mi shfrytzu sepse kemi mungesat pronave për ndërtimin e spitaleve, bibliotekave, arkivjet, më thanë qerë dhe na mungojnë, edhe kemi me hasën probleme për të patur prona, dhe më thanë brenda qytetit. Po mënyra e tillë e qeverisjes ka qenë deri te një degradim I tillë. Edhe kjo I ka dhe rreziqe, domethënë për fëmijët. Ka mbetur vend për ndryshime në rast se vini ju në krye të komunës? Po sigurisht mundësi gjithnjë ekzistojnë, po do ta keni edhe ato kostën e vet. Derisa ti ke të tërsu prona që I ke pas,
tash duhet një kosto tjetër për mi bo. Nuk është e pamundshme, po brenda qytetit është goxha e vështirë. Po. Të flasim pak për shëndetësinë, cila është gjendja aktualisht, si e shihni ju? Për fatkeq virusi i partishmërisë edhe aty është, do thonë, ka raste që pacienti duhet ta blejë edhe gjelpanën, do thonë, kjo është diçka që do të guxonte të ndodhë, sigurisht me ardhen time nuk do ndodhë, do të ketë një furnizim, do të thonë, të plot për pacientët, do të thonë, për Po, mendoni që mungon furnizimi, apo që mjetet keq përdoren ndoshta nga personeli? Keq menaxhimi që deri te keq përdorimi, se ai furnizimi bëhet prej Ministrisë së Shëndetësisë. Edhe në rrugës hiper sigurisht bëhen keq përdorimi, na jemi koshient që po bëhen edhe jashtë nga Serbia, dhe kur ka pengesa ligjore për me furnizu, deportojnë banat edhe ma trapas i shfrytëzojnë gjithnjë. Derisa ka militantizëm partijak, ekziston e mundësia e korruptimit. Po, ka dhe rasti kur... ndryshe ka mjek të mirë, po nëse ne vim qeveri, elementi partijak do të zhduket, sepse nga drejtori deti, udhëheci teknik ka militantizëm partijak, për fatkeq. Po, mendoni që ka ndikuar kjo që është përfolur që personeli mjekësor merr, domethënë mjetet, barnat ose medikamentet të ndryshme dhe i dërgon ordinancën e tij private për të zhvilluar punën e tij? Po gjithmonë ekzistojnë mundësitë që Dhe individ tillë bëhet në këtë drejtim që të mos vazhdojë kjo praktikë. Individ tillë sigurisht në të kushte kanë mundësi edhe veprojnë, po e mira është që ti bëjmë ndryshimet, edhe ne jemi të vendosur me i bëj ato ndryshime, edhe bashkë është e mundshme, edhe sigurisht ne do të bashkëpunojmë me të gjithë, siç e thash, të gjithë do të kenë mundësinë me ardhen e time në krye dhe vendosjes që ta ndryshojmë këtë gjendje. Kemi probleme edhe me aktivizu edhe qendra tjera, të njësisë primare edhe në përfshatra, me qëllim që qytetari të ketë qasje sa ma afër, edhe të ketë në vështër emergjenca primare me funksionu të rindërime. Po për rastet sociale, flasim pak, ka të shumta në komunën e Vushtrisë, si që ndronë gjendja? Ka rastet shumta, të rastet sociale, ka paturat të keq përdorime, në më thëmë, kanë përfitu edhe njerë që se kanë meritus, që s'kanë pas kushte dopta, mirë po gjithë një kur ullhiqet nga një frim e tillë e partishmërisë ekzistojnë mundësit për me të përfitu e me përfitu edhe element që nuk e meritojnë, dërsa individ dhe familje që kanë më të vërtet kanë nevoja të jashtëzakonshme nuk mund të përfitojnë. Nuk them që s'është bërë, mirë po ka mundësi shumë më tepër që të bëhet në këtë drejtim. Po, të flasim pak për infrastrukturën, si që ndronë gjendja aktualisht? Për fatkeq Vushtria është qëndru një kaos në ndërtimesh, edhe pas lufte ka pas mundësi që diçka të riparohet, ka ndërtime shumë kaqe, cilat për fatkeq e marrin edhe lejen nga qeveria komunale dhe nga kuvendi, sepse atë vendoset me gishta, me vota. Prandaj, mu para komunës është ndërtu dhe më thonë një objekt tregtar, po dhe mbi cilin është leju dhe 3 kote tjera, e cila ka rrezikshmëri, sepse nuk është studiu etazhiteti i saj, sa janë mundësit, në rast dridhjeve me i përballu, prandaj ai është një gabim shumë i madh. E keqja më e madhe është që edhe trashëgimia apo shkatërrohet. Për shembull, kemi rrugën Adem Jashari ku momentalisht është duke betonuar ajo pjesë. Ajo ka qenë një pjesë e trashëgimisë ku të kaluarën kanë qenë kupzat. Edhe ka mund t'i kthehet ajo gjendje, po ka rrugë të tjera që janë mbulu. Për fatkeq edhe para medjave kryetari i komunës sot, se qytetarët thotë janë të kënaqur me betonimin,
Më do kësi diçka skandaloze, dhe më thonë një profesor, një kryetar komune, të arsyetoj mbulimin, dhe më thonë, e trashëgimisë, e identitetit tonë, e qytetarëve tonë, dhe më thonë, se në të vërtet për ndërtojmë vështërin mbi visionen e lashtë. Për ndryshë me qka kanë mu krenu fëmijët tonë, ose ne para të hujve nëse ne i zhdukim trashëgimin, e kemi edhe të hamomi për shembull, dhe ka hjek tregu, një sistemi ka qenë i kryetarë, që të hiqet tregu i gjelbërt edhe i plaçkave. Edhe ne kemi sugjeru që atë të bëhet një park me gjelbërim me ulse edhe të valorizohet objekti hamomit edhe aty të vinë turist, edhe të punësojmë të ri. Kënë do të ka ndodhë aty, po ndërtohet komuna, godina e komunës, se cila ka labru e ka ngulfat këtë objekt trashëgimisë kulturore. Sigurisht, po të kishtë qenë objekti trashëgimisë në minoriteti tjetër nuk do të guxojë të ndërtojë aty, se janë disa parametra deri sa mund të afrohet një objekt. Prandaj, në të vërtetë në gjitha sferat e jetës mungon ajo qasja profesionale dhe kombëtare dhe rujtjes vlerave, trashëgimisë tonë kombëtare. Po, cili është plani juaj konkret në ruajtjen e trashëgimisë, me që ushtria është qyteti më i lashtë pra në vend? Po ne do të insistojmë, do të jemi kombëtës. A ka mbetur diçka që mund të ruhet nga ajo që ka mbetur, është kaloja duke u rindërtuar nga CHB-ja, kemi urën e gurit, kemi hamomin e thash ashtu si që është, domethënë, po kemi edhe objekte tjera, të lojshme dhe të palojshme, prandaj ne do të insistojmë që ta krijojmë një muzej ku do të eksponohen, domethënë, gjitha elementet e trashëgimisë, ku do të vizitore turisti ka me pas, ka me vizitu. Do të krijojmë një katalog me gjitha këto dhona dhe një hartë orientuese për që t'i shërbej ajo turistëve, që ta gjejnë më lehtë vendin se ku është monumenti i trashëgimisë kulturore. Ka dhe pasuri e begati tjera në përfshatrat cilat ende nuk janë të valorizuara dhe nuk janë të ruajtura dhe po zhduken dita ditës për fat keq. Janë edhe këto pjesë e programit tuaj edhe në përfshatra? Patjetër. Po, Gjithçka që është vlerë e trashëgimisë tonë kombëtare është diçka me cilën duhet krenohemi edhe prandaj edhe duhet ta ruajmë. Nuk është veç kjo, po kemi edhe elemente, domethënë, dokëve, zakoneve, domethënë që cilat po zhduken edhe rinia nuk din gjë për to, domethënë nëse ne nuk i shfrytëzojmë njerëzit e moshuar në kuadrat aktuale, fëmijët tonë nuk kanë ditë as për muzikën, as për veshjen tradicionale, as për duket as për zakonin. Domethënë janë këto vlera që krahas zhvillimit ekonomik edhe këto duhet me i rujt, me i valorizu edhe me i shfrytëzu, se edhe këto mund të shndërrohen në vlera ekonomike, sepse mund të punësohen aty njerëz, ciceran të ndryshëm, prandaj mund zhvillohet edhe ekonomia. Po për ambientin, si qëndron puna aktualisht, çfarë është gjendja në ushtri? Nëse keni përcjell ju televizionin Klan i ka qitë disa inserte, do thonë janë diçka që e neveritshme me po gjithat bardhllog, edhe afër lumit, po edhe afër kalos aty, ku është duke u restauruar, do thonë ka mangësi në këtë drejtim. Në çfarë mund të bëhet? Për fat keq ka pak është ngulfat edhe gjelbrim, nuk ka gjelbrim, nuk ka parqe ku njerëzit do të kishin mundësi të qasen pushimit, shlodhjes, domethënë. Po çfarë do të bëni ju? Çfarë keni paraparë që të kalohet kjo gjendje? Kemi paraparë që edhe ta bëjmë edhe një ndërmarrje të domethënë të gjelbrimit, të fidaneve, ku do të mund të punësonim kategori caktuara për shembull. Të hendikos mund t'i sistemojmë aty. Edhe në vend se na t'i blejmë pe ndërmarrjeve private fidane, domethënë gjelbrimin që e ka një kostot vete, aty ka mu prodhu, domethënë edhe kanë mu punësu, edhe ka me mujt me vetë financua a e ndërmarrje veten. Domethënë janë do projekte cilat ne edhe gradualisht aty ku ka
dhe më thonë, pronë publike kemi me vendosë fidane. Po për mbeturinat që të mos jenë më në qendër qytetit, si që e përmendët rastin tek Kalaja dhe në disa pjesë të lagjeve në periferi të qytetit, pra shihen mbeturina, kontejner të stërmbushur, që iket nga kjo gjendje, çfarë është menduar të bëhet? Është menduar që të kemi një partneritet publiko-publik me ndërmarrjen e menaxhimit, domethënë të mbeturinave dhe sigurisht ajo do të jap rezultate shumë të mira, po ka pengesa edhe të pagesa, domethënë inkasantët. Domethënë unë kam përshtypjen siç bëhet edhe te uji, ka për shembull vite që inkasanti i ujit nuk vjen me ta shquar, ndërsa aty ti frin shifrat, po ka mundësi që edhe te mbeturinat veprohet kështu dhe është elementi korruptiv ndikon që të mos, domethënë, mendoj që dobësia e çështja e qeverisë ka çu deri te kjo gjendje, domethënë, që herë është e shëmtuar me po ato pomje pa pastërtisë të ambientit, domethënë. Prandaj do të kemi një çështje krejt tjetër për pastërtinë, qoftë në objektet publike, qoftë në banesat ku bëhet, sepse ajo është jeta, është frimarja jonë, është gjelbërimi, pastërtia e ambientit, përndryshe është interesante jeta. Po, veç jemi në minutat e fundit, shkurt për ecurinë e fushatës, si po shkojnë punët? Keni takimet shumëta me qytetarë, në për fshatra, në qytetë, si? Takime kemi mesatare edhe të vogla, domethënë, kemi takime mesatare në për qendrat e bashkësive lokale që janë quajtur ty ne, po takimet vogla kemi për fshatra, në për lagje. Ka një interesim të jashtëzakonshëm të njerëzve që të kyqen vetëvendosje, ta mbështetin vetëvendosjen. Takimin kryesor, pra takimin më madhështor do ta kemi me 25 tetor në sallën e madhe të sporteve, cila sigurisht do t'jetë përplot me simpatizantë, lëvizjes, vetëvendosje edhe me qytetarë të ndryshëm, cilët janë mirë se ardhur, sepse ne do t'jemi zëri i gjithë qytetarëve të Vështrisë, jo vetëm zëri i aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje, po më të vërtet do t'jemi në shërbim të gjithë qytetarëve dhe jemi të interesuar të vendosur që të bëjmë ndryshime rrënjësore në mënyrën e qeverisjes përgjithësi. Po, zotëri Plana, kaq kishte sa i përket bisedës me ju, besoj do të kemi edhe raste të tjera deri në përfundim të fushatës. Ju falenderoj shumë, nëse do të shtonit edhe diçka në fund. Faleminderit, ishte kënaqësi. Pra, shikues të nderuar, ishte kjo e tëra sa i përket bisedës me kandidatin e lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Vushtrisë, zotëri Gjemail Plana. Ne ju falenderojmë gjithë për vëmendje. Takohemi nesër në të njëjtën kohë me një kandidat tjetër, po ashtu nga komuna e Vushtrisë. Natën e mirë.